Edhe tjetra, presidentja mëngjesin e sotëm tha se ndodhemi në këtë situatë për shkak të personave, për shkak të njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. A konsideroni se jeni person i papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme? Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kund. Sepse veç lëvizja dhe Xhenosi ishte në sallë, bashkë me Guxon dhe me minoritetet jo serbe. Vetëm një moment, do të thënë, nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund t'jenë ata. Dhe krejt në fund, unë besoj që të papërgjegjshëm mbrëm kanë qenë ata që kanë munguar. Papërgjegjësi është të mos zhvesh në seancë dhe të kryesh obligimin kushtetues të pjesëmarrjes në votim për zgjedhjen e presidentit. Së pari, para këtij dekreti si lëndë në gjykatën kushtetuese, është një lëndë tjetër për mos pjesëmarrjen në seancë plenare e deputetëve të opozitës. Ne ishim 6-6 në sallë, që do të thotë se aty i bie edhe 54 mungonin. Këta 54 e kanë shkel kushtetutën, për shkak se nuk kanë lajmëruar pse po mungojnë. Minimalisht kanë mundur të thonë për arsye politike, ose nuk na pëlqen kandidati. Do t'ishte e kuptueshme të thonë, për shkak se kemi problem kategorik, kardinal me Glauko Njufcën, ne nuk marrim pjesë. S'paku ta epshin një farë arsyetimi politik, madje edhe me primesa personale, s'paku për problemi. Por s'dhan asnjë arsye. Kjo nuk është e mundshme kështu. Shteti, institucionet megjithatë ndërtohen në mirëbesim. Dhe kjo nuk është e mundshme kur ti ndjehesh që nuk ke nevojë të arsyetohesh apo të justifikohesh për mos kryerjen e detyrës. Tashmë je jashtë sistemit. Kuptimi i koherencës së sistemit është që ti ndjehesh i obliguar të shpjegohesh, të përshkruash gjendjen tënde, të mundësisë ose të pamundësisë. Mirë po, të ndjehesh se nuk ke nevojë të arsyetohesh për mungesë, tashmë je jashtë. Pra, në këtë kuptim, unë besoj që para lëndës së dekretit është një lëndë tjetër e cila është dërguar mbrëm dhe është konfirmuar nga gjykata kushtetuese që ajo është pranuar. Tash